Pas ndeshjes, vllazni Elbasani i pari që foli për mediat ishte Lirim Kastrati, i cili u shpall lojtari më i mirë i takimit duke fituar trofen lojtari i ndeshjes. Ma shumë jam i lumtur se i morëm 3 pikë dhe tash jemi në vend parë, kështu që kemi tash 2-3 ditë pushim, po nuk do të më gëzu. Vetëm se kemi fitu këtë ndeshje, po do të me mbajt vendin e parë, kështu që s'kemi shumë kohë për me festu. Jam të uni shumë mirë, e falenderoj trenerin për besimin që ma ka dhënë prej ditës parë që ka marrë, edhe pse s'kam qenë gjendjen më të mirë fizike, mënyra që shka folë me mu, ka qenë shumë motivuese, është shumë ndjenje mirë kur tifozët Shkodran thrasin emrin tonë, kështu që po them edhe një herë i thras me çdo ndeshje të na vinë me një numër kaq të madh sa ishin sot edhe nuk bën me qenë shumë euforik. I kënaqur për fitoren u shfaq dhe trajneri i vllaznisë Edi Martini, i cili premtoi një vllazni pretendente për titullin kampion në vazhdimsitë e sezonit. Normalisht kena bë mirë, kishim mujtë të bëhe më mirë, sepse edhe golin që kena hongër minutat fundit, ndurët akoma ka mendin aty. Nesha me Dinamon prap kena bë lojë mirë, në përgjithësi jam i kënaqur, por është vetëm fillimi, duhet të karikojmë bateritë këto 2 javë. Ta shijojmë këtë vend dhe më të punojmë shumë për me memojnë, sepse me memojnë është më vështirë se me ko. Unë them që ishte një ndeshje që pjesa parë u do të me bëha disa gola tjerë, me shumë raste edhe fati nuk është me djept. Pjesën e dytë lujt me shumë racional, u mundu me edhe mu rujt edhe Milan terren që mi godit me kundërsulm, sepse djetë dhe munges e lojtarëve që kishim nikon. Por gjithsesi, unë mendoj që djemë bërë një ndeshje të mirë, vujtën në fund, po vujtja kur e myll me këtë rezultat, vujtja është e mirë, sepse ka ditë që duhet shtrënguash, s'duhet pësosh gol, dhe djemë të bolin perfekt, bravo i qoftë. Nga ana tjetër, trajneri i Elbasanit serb Ivan Gvozdenovic uroi vllaznin për fitoren dhe me paraqitjen e mirë në pjesën e parë të lojës. Sipas tij, pjesa e dytë i takonte Elbasanit. Ishim me përgatitur ndeshje, do provojmë të fitojmë edhe dorim në vendit parë. Por mund të them edhe sot Shkodra meriton ishte skuadra me mirë në pjesa parë, tregoj shumë cilësi edhe tregoj një dëshirë do fitoj në ndeshje, edhe to unë pëlqeu nga vllazni, pjesa parë. Pastaj pjesa dytë neve ishim me mirë edhe regulojmë shumë gjerat. Nese neve shikojmë rastet për golat, prap Shkodra ishte me shumë, neve ishim me pak, por doshta neve mund të bëjmë edhe një surprizë pjesa dytë, sepse edhe neve ishim afër do shënojmë një gol. Por duhet të uroj edhe për fitore Shkodra dhe neve tani do mendojmë do pushojmë mirë, kemi pushime dhe pastaj do mendojmë për 2 javat e tjera, sepse kemi 2 ndeshje brenda edhe 2 ndeshje shumë rëndësishme për ne. I pyetur nga gazetarët për ndeshjen Serbi-Shqipëri, trajneri serb Elbasanit u përgjigj. Mesazhi im është edhe ande shpresojmë, edhe jam sigur gjitha do shkoj mirë edhe do fitoj futbolli. Pastaj në fushë si gjithmonë kush është më mirë do fitoj.